Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush dhe për të komentuar së bashku ngjarjet më të fundit, dinamikat rreth shtëpisë Big Brother VIP Kosova, por që sot në fakt zyrtarisht do të komentojmë dhe Big Brother VIP Albanian. Pikërisht na ndan një ditë nga dita e sotme, nga eventi më i rëndësishëm i televizionit Top Channel, nga prime i parë, nga emocionet e para që në fakt ne do të përjetojmë që nga nata e mbrëmshme. Nata e nesërme, falni. Nesër mbrëma do të startoj Big Brother VIP Albania 5. Një format i cili po pritet me shumë dashuri, fansat janë entuziast, emocionet i kanë kapluar, nostalgjia e banorëve të mëhershëm të ngjarjeve, të lojrave që kanë ndodhur brenda kësaj shtëpie, i ka kthyer publikun që të jenë të padurueshëm deri ditën e nesërme. Mesazhet realisht në Instagramin tim, në TikTokun tim janë pafund. Tiron, kush do të jetë banor, çfarë pritet që të ndodh nesër, si do të jetë prime-i, kush do të jetë opinionisti, e shumë ngjarje të tjera. Tani fillimisht, do me thënë për opinionistin mashkull, ashtu siç televizioni Top Channel i kanë ndarë në dy karike, apo autorët e këtij programi i kanë ndarë në dy karike, pritet që të mbetet Arbër Hajdari, një nga opinionistët do me thënë të besuar të këtij formati, i cili ka qenë edhe viteve të kaluar, do me thënë opinionet e tij kanë patur një peshë shumë të rëndësishme për brenda banorët në shtëpinë e Big Brotherit, por opinionistja e dytë, edhe pse kishte në fakt shumë zëra të ndryshëm si Sara Gjordeni, Egla Ceno, Egli Tako, edhe Kiara Tito në fakt përflitej për opinioniste para se të dilte në këndin e moderatores. Ne kemi arritur të kuptojmë që zyrtare, le ta themi domethënë, sepse asnjëri nga ne nuk mund ta thotë zyrtarin e fundit, nga që autorët e këtij emisioni kanë përzgjedhur që këtë vit ta mbajnë pak çështjen më të izoluar, do me thënë ne kemi patur shumë problem për të siguruar informacione, por përflitet që të jetë Monika Lubonja. Monika Lubonja përflitet që të mbetet njëra nga opinionistet e këtij viti, do me thënë Arbër Hajdari dhe Monika Lubonja. Okej, një kombinim interesant, mendoj që nuk do të jetë një kombinim shumë dinamik, për shembull për të bërë dinamizëm, por do të jetë një kombinim fantastik që ne në thelb do të dëgjojmë opinione diplomatike, mendoj të shkolluara, kështu do t'i them. Dhe përflitet që Arbëri dhe Monika të mbeten dy opinionistët e këtij formatit këtë vit. Më pëlqen në fakt nëse është Monika dhe ja uroj me gjithë zemër që të jetë pjesë e këtij formatit, nga që kemi njohur Monikën në Big Brother, dua të njoh dhe Monikën si opinioniste, ishte shumë njerëzore, ishte shumë paqësore dhe mendoj që Monikën banorët do ta kenë pak më në krah, do të thënë do ta kenë pak më suport krahasuar Arbrit, sepse Arbri është pak më i drejtë për drejtë dhe më i guximshëm në fakt në mënyrën se si ai i interpreton gjërat. Por, pyetja më e madhe është normalisht për të shuajtur kurreshtjen se kush janë banorët në fakt që do të jenë pjesë e këtij kasti. Tani më duhet të ripërsëritem, do me thënë e thash më herët që produksioni, autorët e programit e kanë mbajtur shumë të izoluar informacionin dhe nuk kemi patur mundësinë që të marrim informacion. Tani deri diku ndoshta dhe disa i dim, por jo të gjithë mund të jenë. Përflitet artistja dhe këngëtarja shumë e dashur për publikun, Rovena Dilo. Rovena në fakt ka patur një pauzë, një shkëputje në karrierën e saj muzikore, në artin e saj, dhe mendoj që Big Brother është një emision i tillë, një reality show, sido që ta titullojmë, që artistëve ju ndihmon në rikthim, ju ndihmon që
të kthehen fuqishëm, të binë këngë të bukura, të binë arte të bukura dhe mendoj që Rovena do ta kishte mundësinë më të mirë të mundshme për të rikthyer në skenë. Më pas përflitet Kristi Lamaj, do me thënë një këngëtar nga Vlora i cili u bë viral në rrjetet sociale TikTok me këngën e Bajames. Tani nga informacionet që unë kam arritur të kuptoj gjithmonë kur kam pyetur për Kristin brenda televizionit, a është pjesë e castit të Big Brotherit, gjithmonë kanë thënë se çelit Kristin. Do thënë kur është çelit Kristin, në kupton që edhe nuk mund të jetë pjesë e këtij castit. Por do me thënë dyshimet janë të larta që të jetë pjesë e këtij castit. Okej, është një djalë shumë dimensional, një artist interesant, do me thënë përzjodhi një formë interesante për të ngjitur në skenë dhe besoj që edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit do të ishte një, le ta themi, një imitim i vitit kaluar, por pa e parë nuk dua t'jap akoma hamendësime. Më pas përflitet Roberta Lia Dragot. Do me thënë Robertin, okej, mund ta besoj që mund të jetë pjesë e castit të Big Brotherit sepse është personazh që dëshiron, do me thënë, të provon fenomene të këtilla, dëshiron të jetë pranë publikut dhe në forma të ndryshme Roberti ka qenë dhe do me thënë përflitet që të mbetet pjesë e castit dhe personazhi i fundit që un kam përzgjedhur të komentoj për këtë, do me thënë për këtë ditë është Arion Muçaj. Arion Muçaj i cili pritet që të jetë pjesë e castit të Big Brother VIP Albania 5. Në fakt Arioni është një rikthim në Big Brother sepse Arioni ka qenë më herët dhe besoj që tashmë e ka një bik të dytë. Do të shohim se si do të marrin situatat ditën e nesërme. Përflitet për një prime shumë prestigjioz, për një prime shumë të veçantë, por domethënë nuk ka asnjë detaj të zbërthyer përpos datës edhe se kush janë në fakt moderatorët të fan klubit dhe të opinionistëve. Domethënë opinionistët është Arjan Konomi, Francesca Murati që nuk më duken realisht opinionist shumë dinamik, sepse Arianin e kemi parë, e ka atë qetësinë, e ka atë modestinë, e ka atë mënyrën e thumbave, ndoshta këto thumbat pak mund ta bënin më dinamike situatën dhe Francesca që në fakt nuk e di se si mund të jep opinionin e një loje siç është Big Brother. Ndërsa në anën tjetër kemi Kiara Ditën e cila ka shkëlqyer me daljet e saj në Portokalli, domethënë njohëm një anë të Kiarës që në fakt nuk kishim patur fatin në Big Brother që ta njohim dhe kemi sot Kiarën në këndin e moderatores të fan klubit që jam i bindur që do të jetë jashtëzakonisht e shkëlqyer sepse është një format që Kiara e ka përjetuar vet, di se çfarë të flet, di se si të shprehet dhe në fakt se si ta jeton këtë format. Unë uroj me zemër që ky Big Brother të sjell banor interesant. Nga informacionet që kam unë, banorët janë me shumë gjyra, janë me shumë dinamik, domethënë do të kemi fatin të përjetojmë emocionet papara dhe t'i shijojmë pafund sepse sekreti i Big Brotherit është kjo, të shijojmë banorët që do të hyjnë aty brenda. Domethënë kjo ishte një peshë e vogël që unë kam arritur të kuptoj, domethënë Rovena, Roberta Lia Dragot, Krist Lamaj, edhe Arion Muça në fakt që përfliten për të qenë pjesë e castit të Big Brotherit. Do kisha dashur t'i shoh, më duken personazhe shumë interesant, domethënë shumë dinamik, shumë bota të ndryshme, që këto bota të ndryshme do të krijonin një emocion të papar brenda kësaj shtëpie. Ju vazhdoni ta ndiqni me subscribe, ne do të takohemi në momentet në vazhdim.